emisionin Pena e Shkodrës. Jemi së bashku dhe sot në këtë të shtunë gjysmë të diell, gjysmë e re. Por gjithsesi është një shtunë për cjellim një të shtunë shumë të ëmbël dhe të ngrohtë nga Radio Shkodër, edhe në valët 92 MHz. Unë ju përshëndes të gjithëve. Por sot të ftuar kam një mike shumë të përzemërt, e cila vjen posaçërisht nga Tirana vetëm për emisionin Pena e Shkodrës. Ndihem shumë e nderuar që je sot në studio me mua. Mirë se erdhe, Keleda Kambo. Shumë faleminderit, jam mrekullueshme. Jam shumë e nderuar që jam pranë teje sot edhe në Radio Shkodra. E di që edhe mrekullinë edhe rrezakimin e kemi kështu të ndërsjell, domethënë ti e sjell e përcjell, unë e përcjell sërish tek ti. Keleda, unë sot e kam titulluar emisionin Shpirti, një kopësht i pavështirshëm, misteri dhe dashuria. Është një thënie jote e cilën ma ke dërguar realisht dhe ishte diçka që pati një kompakt të parë me një herë brenda meje. Kush është Keleda? Unë preferoj të them që jam një udhëtar në kohë. Mendoj që të gjithë njerëzit kanë eksperiencën e tyre në këtë universin ton të madh, po të gjithë ne kalojmë përmes shpirtit. Kudo edhe jemi të pranishëm pikërisht se shpirti do që ne të jemi këtu. Jo, e bukur kjo. Absolutisht. Keleda është një njeri i cili jeton në Tiranë, jam mami i 2 fëmijëve të mrekullueshëm. Një përshëndetje nga studio. Krenaria ime. Jam vajzë 2 prindërve të mrekullueshëm. Origjina ime është nga Korça. Sa shumë dashuri ka sot në studio. Por realisht Korçaro hiç fare, pas këtij këtë. Në gene. Por preferoj të them që kudo që kam jetuar bukur. Kjo është gjë e bukur. Jam munduar të mbledh ato gjërat e bukura edhe të bëj atë mozaikun e jetës time. Është e rëndësishme të jetosh bukur, sepse na jepet një herë mundësia me kanë këtë botë, edhe pse jo, mos jetojmë bukur. Unë do të lexoj diçka nga poezitë e tua dhe pak a shumë edhe me prezantu lexuesit se si është shpirti Keleda, dhe me përcjell diçka për shpirtin tëm. Babs tem i dridhesh në duart. Mas shumëti kur duhanin e shtrinte në fletën e holl dhe e mblidhte cigar. Që në flak nuk bante za. Por kur s'ju dogj vranësia e heshtjes, e ma fort se flaka, i liqte fjala. Bab, pse Zoti bani vdekjen për na? A nuk e doj ka Zoti njërin e vet? Bia jem, ma amel me fol, ma amel me pyt. Dhe nga, ashtë njërë Zotit mos me jam shef shpirtin. Staj vdekja, ani, let në shohi prep. Babs them, i dridhshin duart. Vdekja e pa një natë në mujtë shajt. Babs them, i bajshin ruje e ngjyt. E muruje mban fjala ati. Zot, mas mban me pastur prej shpirtit tem. Sinqerisht ka melanxhi shumë kjo poezi, shumë e thellë mbrana teje. Ti shkruan gegnisht një herë më vajzë. Para se me shku të kjo pjesa që ç'lidhje ke Keleda, Korça, Tirana, gegnisht. Fatmirësisht unë e kam dashur gegnishten, kam përshtypjen që në lindje. E thonë ne je ngjiz me gegnishten duket. Jam ngjiz me gegnishten. Pa më të marsha. Babi im ka qenë me punë herë këtej herë andes në ato kohë dhe kur vinte nga veriu fliste me shumë pasion, me shumë dashni. Unë isha domethënë fëmijë që atë e kam veriun tim. Veriu i busullës time është i madh, s'ka asnjë tjetër. Edhe e kam adhuru për mënyrën se si ai ka shpreh gjërat, i ka thënë gjërat. Edhe kur fliste për veriun, unë isha këtu, se ai fëmia i lumtur që po na tregon një gjë që s'e kisha parë. Edhe rastësisht pastaj kur filloja të lexoja, kam lexuar shumë e vogël. Lexoja gegnishten rrjedhshëm. Edhe
për të mirën e të gjithë atyre që I kisha në klasë, unë isha e vetmja që lexoja fisht. Isha e vetmja që kur kishte bukur formulimi për të mirën e gjithë atyre. Për të mirën e tyre, por edhe për pasionin tim. Edhe gegnishtja është gjuhë e Zotit, them unë. Kështu e perceptoj unë si Kelet. Gjithmonë mendoj se ëngjëjt flasin gegnisht. Edhe unë kështu e kam perceptuar. Unë sa isha të pyet në cilën gjuhë të flet zemra, por në dishe më saktë cilin dialekt gjë që ti tashmë e tregove e the prej vetes. Kemi një shprehje të Giacomo Casanovës, atëherë Giacomo Casanova, I cili e di se ke përqesh, por një burr thotë që shpreh dashurinë me fjalë është budalla. Sa budalla I njeh jetën tonë? My God. Shiko, ka shumë. Po unë do të them atë shprehjen e bukur të Bukovskit, se ke parasysh ai është më delirant nga gjithë meshkujt. Më çmendur. Ai thotë pash një burr, edhe një tjetër. Leja se po bëj shaka, s'ka shumë. Është vërtet. Ai kupton? Nuk do e them një tjetër, se që bëjnë shumë burra bash nuk po. Burrat kanë mënyrat e tyre për të shprehur gjërat. Ka burra që shprehin shumë bukur, por ata që nuk flasin dhe flasin me heshtjen janë më të mrekullueshme për mua. Dhe ti tek heshtja, fjalë dhe heshtje. Enkelid, burra duhet flasin me vepra zemër. Okej, është një mënyrë e të folunit. Heshtja është një mënyrë e të folunit. Fjala, e cila depërton atë çka ke brenda vetes, po veprat flasin më shumë se të dyja. Ariol, unë jam një grua e fortë, nuk pres të bëj asnjë burr asnjë gjë për mua. Unë I bëj të tana vetë. Nuk thamë që do kishim një emision feminist. Lutem. Jam Ariolën të lutem. Do it alone, do it better. Absolutisht. Pastaj e ka thënë Margaret Thatcher, Yes. më se jemi, do ta thuash diçka, jepja një burri, do ta bësh, jepja një gruaje dhe mbaroj filmin. Kaq ishte. Kjo grua në të gjitha aspektet. Kaq ishte. Enkelida si një gru shumë e fortë, çka ke frikë me humbe Kelet? Realisht gjëra që un kam menduar që mund t'i humb, unë I kam humbur. Po, edhe është një gjë që të bën më të mirë edhe më shpirt. Megjithatë, kur ti numëron bekimet që ke në jetë dhe thua, kam këtë, thua unë jam plot dhe vërtet njerëzit janë plot dhe Ndërë kupton që nuk I humbas gjarë rrugës. Edhe pikërisht këtu do dilja. Këtu do dilja, domethënë për ato që njerëzit mendojnë që kjo ka humbur një gjë të madhe, faktikisht është një eksperiencë shumë e bukur. Jeta këtë ka, që me humbjen ti mëson që të ngrihesh. Edhe në çdo ngritje ti ke shumë bekime të tjera që të pasojnë. Bekim është që kemi edhe ty sot në studio. Është diçka fantastike. Faleminderit. Poezia e shoh që të jep një impakt shumë të madh dhe të jep edhe të nxjerr prej teje, nxjerr nga ti atë çka shumë pak njerëz mendojnë njohin. Sepse Enkelida ka të fushën e vet të ekonomisë me duket, të cilën e ushtron mas miri dhe poezia është diçka shpirtërore. Por si mendon Enkelida ti shkruan poezinë apo poezia të shkruan ty? Poezia më gjen mua. Ka pasur periudha shumë me pauza shumë të gjata që poezia më refuzonte në mënyrën më egoiste të mundshme. Ti pas divorcit Kam pas divorcet ekstrem me poezinë. Pastaj më gjeti dhe kur më gjen në një herë edhe në 3 të mëngjesit. Ti ngrihesh të pish një gotë ujë dhe e gje vete duke shkruar. Lutem mba një telefon. Ta kesh sigur se më ke zgjuar edhe mua në orën 3 të mëngjesit. Mu më gjejnë shumë gjëra tjera në natë. Kështu është kur mendon një overthinker. Gjithmonë kam menduar se overthinker është një tip budalle. Po sinqerisht futem edhe unë në këtë rrugë. Senica thotë që ndërsa I lajmë gjanat për më vonë jeta kalon. Të ka kalu jeta këto për juva? Duke lanë gjanat pa I ba?
Kam pasur periudha që nuk jam kushtuar gjërave që kam dashur, po kur i rikthehem me shumë pasion. Edhe kjo më bën që të mos e mendoj çka kam humbur në kohë, sepse e rigjej veten ndoshta edhe më shumë se ç'duhet. Edhe mendoj që koha i kanariol, njerëzit e matin kohën me vite, unë nuk e mas me vite, e mas me shpirt, e mas me dashuri, e mas me përkushtim të njerëzve dhe ndonjëherë të duket si ka humbur ajo për kushtimin, po ajo të rrit ty si njeri, të bën shumë herë më të bukur. Absolutisht po. Po ta masim kohën me vite, unë kam ndërmend të jetoj edhe një shekull pas vetes. Se dëshiroj që të mbahemi mend paktën për këtë çfarë shkruajmë dhe këtë çfarë themi, sidomos në këto kohë ku ne po jetojmë të gjitha nga pak gjithçka. Jo nga pak, nga njëherë them që na zën kohën më të madhe. Pjesët pandemi, luft janë bërë diçka kaq e pandashme me jetën tonë, sa unë ndihem keq që jam një e lindur e këtij shekulli realisht. Është një bumerang shumë i madh për mendimin tim. Si është për ty të jetosh në këtë shekull, me luftë, me pandemi, me njerëz cinik, me njerëz të mistershëm? Unë jam nga ato gra që për 8 mars nuk protestoj për të drejtat dhe barazitë e grave. Unë dua të kthehem në 1900 në zemër. Çfarë bani në 1900 në gratë kishin të gjitha gjërat e bukura që mund të kishte një grua, artin, muzikën, pikturën, fëmijën, familjen, udhëtimet. Patjetër. Dhe ishin burrat ata që i mbështesnin gratë. Ndërkohë që neve tani dalim me pankarta, ne duam të drejtën e votës, urdhroni, e keni, por nuk keni këto gjërat e tjera. Një nën del nga mëngjesi dhe kthehet në darkë dhe nuk ka kohë t'i përkushtoj dashuri fëmijës dhe pastaj ne ngrihem në mëngjes dhe themi pse fëmia im nuk më bindet. Kjo është një gep shumë i madh i shoqërisë. Luftrat, përplasjet të gjitha vijnë nga padashuria. Njerëzit janë bërë jo më as egoist dhe as egocentrist, janë bërë narcisist. Ngrihen të mbushur me ego. Dhe dikush është e keqja për ne femrat. Femra. Unë po qeshi. Kjo është e keqja e shoqërive. Unë po qeshi realisht sepse, ka nga këto lufte që përfshihem nga një herë dhe nuk e kuptoj pse. Më duket veti si ai peshku pa ujë. Po ç'i bëra? Shpatën me urën. Po, tamam. Do gjendesh sa më shumë shkallë të ngjitesh, do gjendesh aq më shpesh në brenda këtyre vorbullave, por të cilat fillojnë të marrin shumë sportivitet, besoj. Kalojnë pastaj në batuta, në të gjëra rutinë, domethënë për të konsumuar një bisedë. Enkelid, ti thënë nga padashuria ndodhin ndoshta luftrat edhe shumë çka tjetër që nuk na pëlqen ne, po çka nuk fal Enkelida? Enkelida në momentin që është prezent në jetën e dikujt, qoftë edhe për një sekond, është prezent. Të shtirurit e të qenurit prezent dhe të mos qenurit realisht, për mua është e pafalshme. Shumë kush mund të mendoj tradhtit, mund të mendoj pabesit, këto gjërat të gjitha janë kalimtare. Por të shtiresh sikur je, kjo është në dëm të vetes dhe të personit që ty të beson. Domethënë, kjo është e pafalshme për mua. Shtirja. Është edhe besoj që është një argument shumë i ilustruar bukur për të jetë. Në sensin që me të vërtetë është e bukur të jesh edhe të mos jesh realisht aty është më e keqja kjo pjesë. Paulo Coelho, të cilin unë mund të kem lexuar shumë çka nga Paulo Coelho, aty të 11 minuta. Aty është gjithë esenca. Të ka mazokizmi. Por gjithsesi për te 11 minuta, dhe ka edhe minuta tjera. I cili thot, kam mësuar se bota posedon thot një shpirt, dhe kush mundet me kuptu këtë shpirt, thot ka më shumë me kuptu edhe gjuhën e xhanave. A mendon ti se gjërat na flasin? Kanë një gjuhë? Unë mendoj që njerëzit, përfshi dhe mua, nuk janë të vëmendshëm Ariel. Të gjitha gjërat flasin. Të gjithë jo më larg se sa për dje kam folur me një mikun tim. Ai nuk jeton në Shqipëri, jeton jashtë, është i ri në moshë, po e kam shumë gjanë. Edhe
po thosha që, shiko, nuk vjen rastësisht gjërat, nuk të vjen rastësisht një rrugë, nuk të vjen rastësisht një pemë, nuk të del rastësisht një gur, nuk ka asnjë gjë të rastësishme. Të gjithë janë për të dhënë një mesazh. Pastaj është pavëmendshmëria e njeriu që nuk i kupton, nuk i lidh dot. Universi ne na flet, Zoti ne na flet. Nëpërmjet shenjave. Ndonë Zoti nuk je ateiste. Jo, jam shumë besimtare. Kam pasur studio ateiste, unë nuk dish. Jam besimtare. Mendoj që gjëja më e mirë që ka njeriu sot, që nuk i kushton rëndësi ndoshta, është gjua e Zotit që e ka brenda vetes. Është e vërtetë. Ne shkojmë në kulte fetar, por realisht nëse ti rri brenda vetes tënde dhe e gjen gjuhën e Zotit. Angelit, si mendon se duhet me i dash njerëzit? Sepse unë kam një paragraf të Julio Cortázar, i cili thot me i dash njerëzit si duhet një mace, thot. Me karakterin që ka, thot, po dash me i bë keq, po dash me ndryshu, po dash me ju avit me zor, sepse po ju avit me shpejtësi, ose po kërkove me avit me shpejtësi, ajo ik trembet. Edhe mund është me ka një lumë, të më thot edhe në lumë të një saj. Cila është njëra jote me i dash njerëzit? Me ju dhënë gjithë kohën që unë kam. Do me thënë, do themi sekret, motra ime jeton në Angli, e dua shumë, tjetrën e kam në Tiranë dhe atë e duar të i masë shumë. Këtë do në më shumë sekret. Ajo anglis është shumë sharp kur i thot gjërat, e më thot ti e se vapi motrës. Do me thënë, në qoftë se njeriu e ka 24 orë ditën, unë e kam në shërbim të ndjesive që unë kam për njerëzit. Okej, kjo është gjë, faktikisht nuk është një ndjesi krejt e mirë, sepse njeriu asnjëherë ndoshta nuk e merr në këmbim atë që jep. Por kjo është dashuria pa kushte. Kjo është dashuria pa kushte. Do me thënë me macën? Me macën kam i maçok, e dua shumë, ai bën jetën e tij, secili në shtëpinë time të gjithë kanë lirinë e vet. Të gjithë kanë lirinë e vet dhe jam kritikuar për këtë. Je kritikuar për këtë? Po jam kritikuar sepse jam nga ato nëna që unë më gjen ndonjëherë me këto regjistrat lart për shembull, në mëngjes. Punon soprano. Po. Punon ndonjëherë, po e kam të rrallë kështu dhe po të më dëgjoj dikush nga jashtë thot i griu fëmijët, faktikisht jam shumë liberale. Do me thonë që këtë pjesën e lirisë ti e koncepton diçka të shenjtë. Shumë. Jam një nga femrat që më ka kushtuar shumë. Absolutisht. Dhe liria kushton, edhe të kanë të lirë kushton shumë. Kushton. Më ka kushtuar shumë, më kushton shumë dhe i kushton çdo lloj femre që do të jap nga vetja dhe do që tjetri përballë ta respektoj për atë që është. Gjë që nuk e marrim dhe jo gjithmonë. Sot luftohen të gjitha femrat që kanë respekt për veten. Të gjitha. Prandaj unë dhe Ankelida, ose të paktën unë jam i kështu që kjo kështu duhet ndoshta fillojnë kushtet? Jo. Skapa. Unë mendoj nga një herë se kur mësohesh me një lloj jete të tonën dhe që ti ja ke dhënë vetes edhe lirin, sepse femra duhet t'ia japin vetes lirin, realisht mos ta presin nga dikush tjetër. Është vërtet. Atëherë kupton se çka është jeta, realisht. Deri në momentin që e prek lirin vet, dhe deri në momentin që ti je ajo që je, atëherë mendon se aty fillon jeta. Ka dediku vetes në një poezi? Shumë. Faktikisht të gjitha poezitë e mia janë ndjesi momentale të mia. Për shembull, poezia e parë që ke lexuar ti, i kushtohet babait të ish bashkëshortit tim. Aha. Ka qenë s'është babai im, por ka qenë më shumë se sa baba për mua. Se tani Ariole, di si është puna? Kur ti ndahesh nga bashkëshorti, të gjithë mendojnë që është fundi botës. Jo. Unë e kam shumë xhan. Do vazhdoj ta dua si njeri, sepse është njeri shumë i mirë. Absolutisht. Por kur një gjë nuk shkon dhe ne jemi sot, ai ka jetën e tij, unë kam jetën time, jetojmë me qëllimin që fëmijët tanë të jenë lumturisht mirë. Absolutisht nuk ka një fund bote një herë. Dhe poezia që ja kam kushtuar babait të tij është realisht ashtu siç e kam shkruar.
është bisedë reale që unë e kam bërë me Vjerën, e kuptoj. Vjerën Mu po më vjen mirë një herë që kam në studio një person kaq mendje hapun, edhe po që i thot gjërat shumë sharp, siç e the ti. Po e përdor këtë pjesën të ne i themi shumë troç. Shumë troç. Sepse në përgjithësi është e vërtetë që ne mendojmë se bota mbaron ose përfundon në çastin që përfundon një lidhje. Gjithmonë ka një shtek për ku merret dritë edhe kur I fillohet jeta tjetër. Edhe unë mendoj që do të ishte kaq e bukur ta marrin me kaq dritë sa që ke marrë ti edhe jetën pas. Edhe me kaq respekt si për veten si për njerëzit që të rrethojnë. Sepse ka shumë gojë që fillojnë pastaj edhe të mësojnë se si duhesh të jetu. Po, kjo është pjesë integrale e jetës në Shqipëri. Unë do lexoj diçka, unë, ti dhe ajo. Është një dhe një bëjnë tre, edhe unë e kam shumë të brëndshme këtë. Unë, ti dhe hija jemi një, në ditët e diellta. Hija fle në beps syrit tim, ashtu si kur dergje mund në trishtimin tënd, ditëve të mallit. Unë, ti dhe hija jemi një. Ajo vjen mbi mua në ikjen tënde, që malli ju t'i heshtur, mos marr krah, e ti tërkur të flërë. Unë, ti dhe ajo. Sa je brenda kësaj një dhe një të bëjnë tre? Enkelida komplet është aty, nuk I kushtohet asnjë burri, asnjë mashkull, asnjë dashuri të dështuar të ja ke dedikuar vetes në një poezi. Trinitria është një nga gjërat që ne na shoqëron në gjithë jetën. Absolutisht. Dhe njeriu në vetvete në gjenezën e tij është frymë e Zotit, kështu që unë ti dhe ajo është Enkelida, Leda dhe Ledi. Sa shumë Enkelida kam në studio sot. Enkelida më kisha edhe një pyetje kështu pak si klishe, janë disa pyetje. Diktatura I përket të kalumes apo të tashmes? Diktator ka në çdo kohë. Imat është njeriu më I zgjuar që unë kam njohur deri më sot. Dhe ai thotë që vendet popujt I drejtojnë delirantët. Duhet ta sjellim studio dhe duhet të flasim. Është filozof në atë të vetën dhe ai më ka mësuar që unë të jem shumë racionale. Diktator bëhet njeriu edhe në shpirtin e tij, Absolutisht. Ti e bën shpirtin tënd të hesht, me që flasim për shpirtin, ti e bën shpirtin tënd të mos thot atë që duhet të thot. Për të ruajtur në rastin tim, për të ruajtur dhe shumë shkëta tjetër. Edhe kjo është një lloj diktature. Kemi një thënie të Max Ernst, I thot figura e një gruaje nudo na përcjell më shumë dije se mësimet e një filozofi. Këtu baba jot. Baba im I bën skip me pull të kuqe. Let bëçat ka modernizmi. Unë jam jam një nga ato admirueset e pikturës. Kryesisht të cilit piktor? Ndonjë që mund të shkojë në përmend, se e di që nganjëherë piktura është vizive. Jo, për mua Rembrandti është klasiku që icon ma do shpirti, por kam shumë të tjerë, domethënë. Megjithatë është një gjë që pikturën e shikon me syrin e shpirtit. Është e vetmja gjë që të flet me shpirt përveç muzikës. Domethënë nëse muzika është fjala, piktura është syri, them unë, edhe femrat janë të bukura kur janë të zhveshura nga komplekset. Gjithmonë. Dhe lidh me nuditetin e pikturave, realisht një femër sa më pak e ekspozuar ndaj klisheve, dhe sa më shumë të jetë vetvetja, dhe sa më shumë të jetë në atë lëkurën e saj, mendoj që është shumë atraktive dhe shumë e këndshme. Për shembull sot do më vrasin gocat e zyrës sepse prisnin që unë të kisha një pamje charmante e goca kështu jam. Nuk mund bëj asnjë gjë tjetër domosdoshmë. Jo, gocat e zyrës do bashkohen me mua do të shohin ashtu siç të shohin me sy tepër. Je rrezullice sot, absolutisht po. Ma ke bërë shumë të bukur, mezi e prita dhe javës tjetër, po ashtu erdhën çarat edhe. Mos I ka zotë gjitha.
Engilit kemi edhe një thënie të Emil Çorani i cili thot misioni im është të vras kohën, ndërsa koha më vret mua. Misioni i kohës është të më vrasë mua. Kemi diçka të ndërsjellë të vrasim kohën apo kohën e vet? Në Shqipëri bëjmë harakiri. Do me thënë, ne marim kohën e përdorim si katan për të vrarë vetën. Do me thënë, unë shikoj, duke filluar, unë flas gjithmonë nga vetja, unë, pastaj e përçoj tek të tjerët. Unë mendoj dhe unë veproj. Unë veproj. E gjej veten shumë herë që e vras kohën dhe ndoshta e vras kohën me gjëra që nuk kanë dobi. Po ke parti që na shijon dhe... ajo shijon pa tjetër, sidomos të gjërat e padobishme, sepse lajmë që qejt duket si ajo varka që lëkundet. Il bello di far niente. Unë mendoj me vra, ka shumë mënyra me vra kohën. Ka shumë. Maya Angelou është një autore e madhe, edhe jo pa qëllim është sot e citume, sepse unë kam një gru fantastike në studio. Thot ndjej mirënjohëse për faktin që jam grua, thot, sepse e mendoj thot që në jetën tjetër duhet kemi bërë diçka vërtet të madhe për ta merituar këtë. E kupton se kemi pasur gratë tek të cilat ne të shohim një dritë jeshile ose dritën në fund tunelit. Pra një udhërfyse para nesh. Çka mendon se ke kanë jetën e kaluar? Burr. Po flisnim për gratën keni. Pikërisht se kam qenë një burr dhe kam qenë diktator, në këtë jetë kam ardhur që të zbraz shpirtin nga gjithë gjunahet që kam bërë atëherë. Edhe për te shakas, mendoj që ka gra të mrekullueshme dhe ka gra që japin shumë, të gjitha gratë japin shumë. Por ne kemi harruar të shikojmë nënat. I shohim nënat gjithmonë me syrin kritik. Edhe e ke vënë re që gjëja e parë që ne shkojmë për të bërtitur është nëna dhe gjëja e parë që ne shkojmë për të qarë është prap nëna dhe harrojmë sa e mrekullueshme është dhe kujtojmë vetëm për 8 mars Ariol ose për ditëlindje. Nuk e besoj se unë edhe në Kelera i përkasim ti. Mirë pra. Dhe ideja është fakti që ne harrojmë atë që na ka sjellë në jetë. Mendoj që ne duhet të fokusohemi shumë te kjo gjë. Ne jemi nëna, jemi gra, ka shumë vajza të cilat duhet të dinë çfarë duan në jetë. Jo çfarë ju duhet. Çfarë duan. Kjo është dallimi dhe kjo është mësimi që më ka dhënë nëna ime. E përshëndesim nga studio Radio Shkodrës, është një mesazh tepër i mirë. Faleminderit. Besoj që i duhet çdo vajze të di çfarë duan. Ty çfarë i duhet. Po, çfarë ti don. Po, është e vërtetë. Jo çfarë ty të duhet. Absolutisht. Jo të marrim atë feedback nga shoqëria, ti duhet të jesh kjo. Jo. Ti duhet të jesh ajo që dëshiron të jesh. Ajo që ti don. Po. Çka të revolton më shumë ti? Ka dy gjëra që më revoltojnë shumë. Është dhuna ndaj fëmijëve. Çfarë do lloj dhune verbale, fizike, psikologjike, shumë shka tjetër, po sepse dhuna nuk e përket pa. Më irriton dhe më kalon në tilt. Domethënë nuk dal jashtë vetes. Dhe e dyta është sulmi ndaj gruas. Në çfarë do lloj forme. Sulmi verbal, sulmi denigrues, sulmi paragjykues. Domethënë ne nuk I japim femrës dashurinë që ajo të jap atë që di të bëj më mirë. Sidomos të nxjerr prej vetes gjërat më të mira që ka. Femra ka shpirt. Unë mendoj se çdo femër gjëja e parë që thën në funksion është mbrojtja. Jemi rritur në një shoqëri ku sulmohemi gjithkohës dhe në mos verbalisht edhe psikologjikisht, sidomos psikologjikisht. Edhe duke pas këtë lloj impaktit me shoqërinë, gjëja e parë që bëjmë është mbrojtja. Edhe me të vërtetë pjesa që unë nuk fal është ajo pjesë kur ti ke arritur I flet një fëmijë dhe zbulon se ai gjëja e parë që ngre duart. Edhe unë nuk e duroj një gjë të tillë, sinqerisht nuk e duroj. E kemi diçka shumë përbashkëte. Absolutisht. A jemi anemik emocionalisht? Shumë. Po, e di pse vjen. Jo, e di pse vjen. Ne jemi popull pasionant. Edhe ne digjemi shumë shpejt.
Do me thënë, shprehim gjithë mrekullitë e botës në 3 rreshta, bëjmë 2 veprime dhe pretendojmë të kemi botën. Këtu është problemi i shqiptarit në gen. Do me thënë, jemi popull shqiptarak me pasion, ne duam një gjë, e marrim, e posedojmë. Sa po e posedojmë? Aty pastaj prishen të gjitha balancat. Nëse ti don që realisht një gjë të t'japi dashurinë, ti duhet ta lëshosh. Ti hapësh duar dhe ta lëshosh. Këtë gjë unë e kam bërë me fëmijët e mi. Nuk jam fare një nën posesive, jam një nën e kujdesshme si gjithë nënat e tjera, jam një nën që dua të di që ata janë mirë, por i kam lëshuar të bëjnë zgjedhjet e tyre. Dhe se la vi dhe ata duhet të mësojnë që të respektojnë kufinë e lirisë së tjetrit. Se ne këtë s'kuptojmë, ne kufinë e lirisë tonë i vëmë që ditën e parë, po lirinë e tjetrit nuk duam as ta njohim dhe nuk marrim kohë që ta njohim. Kjo është mos respekt. Edhe kjo na bën neve një çik më agresiv në gjë. Më ka pëlqyer dje një thënie Elon Musk, ndonë se nuk është se e simpatizoj shumë Elon Musk, por jo se nuk e simpatizoj plotësisht, dhe cila thotë që fëmijët e mi thotë nuk erdhën në botë se deshin të vinin, por i sollëm ne. Prandaj ne ju detyrohemi shumë çka atyre, ata nuk na detyrojnë asgjë. Po mu më pëlqen deri diku kjo, sepse ne mendojmë ose të paktën hasim familje që të shikoj unë të kam sjell njëk, po të shitim detyrohesh unë të kam sjell njëk. Është kjo impakti, ndjen ndonjëherë në shoqërinë shqiptare këtë? Faktikisht ne kështu jemi rritur. Pse ta mohojmë, ne kështu jemi rritur. Djali filanit, goca filane, se ke parasysh ne flasim me emra për katësie. Më kupton? Ti nuk e evidentosh si Enkelet, ti nuk e evidentosh si Ariol. Jo, Ariola goca filane, Enkeleta goca e filanes. Më kupton? Do me thënë, ne që këtu dhunojmë psikologjikisht dhe dhunojmë personalitetin e tjetrit. Mendoj që ne si shoqëri, duke filluar nga fëmijët, duhet t'i kushtojmë rëndësi kësaj gjës në mënyrën e të folurit, në mënyrën e qasjes. Fëmijët janë pasqyrë e asaj që t'i jep. Për shembull, fëmijët e mi janë 2 natyra krejt të kundërta. Sonja është shumë ekspresive, është shumë e lëvizur, duket ndonjëherë si çun, tani ka filluar atë feminilitetin e një vajze 20 vjeçare gati. Wajdi është i tërhequr, është 20 vjeç. Por Ariol, po të shikosh, nuk janë fëmijë me komplekse. Sepse janë përpjekur që ti zhvesh nga komplekset. Nëse do të jetë ashtu, duhet jetë ashtu, sepse ajo është ashtu siç është. Nuk jemi pronë askujt. Absolutisht, ja. Dhe kam dhe një gjë që ne vërtet mund t'i sjellim fëmijët në jetë. I sjellim me shumë dashuri. Nuk mendoj që ka çift që sjell fëmijë rastësor, në kuptimin që janë dashur edhe në atë momentin. Një tek janë dashur, por mendoj që fëmijët na zgjedhin ne. Sikur, nga njëherë mendoj se edhe prindërit nuk zgjidhen. Prindrit janë produkti një shoqërie. Nëse një prind është i dhunshëm, është produkti një familje të dhunshme dhe të gjitha vijnë zinxhir. Por asnjë fëmijë nuk vjen në jetë për të qenë pronë dikujt. E kuptoj. Një gjë tjetër, të kalojmë diku tjetër sepse bëmë boll psikozin e shoqërisë shqiptare. Por Enkelet të dëgjon dikush kur nuk flet. Po. Gjyshja ime. Edhe unë që ndihesh triumfatore, kam zbuluar diçka. Mirë, Enkelet, që unë jam me surprizë. Mirë, Enkelet, unë e kuptoj që këto gjithë kemi nga një gjyshe që ne dëgjojmë kur nuk flasim. Për te shakas. Ka të gjithë ndjejnë që brenda vetes ka një zë të brendshëm, që ju flet atë që ti refuzon ndonjëherë ta dëgjosh. Ka njëri që më dëgjon, në fakt nuk është njëri, është Zoti. Mbi natyrshme. Faleminderit që e the, faleminderit që ti e beson këtë gjë. Unë besoj dhe është reale. Mendoj se njerëzit ecin me aq hapa, sa besojnë se mundon me bë. Mendoj realisht shumë, por edhe kur e ke një besim të fortë brenda vetes, mundesh me bëllë më shumë hapa se sa ke menduar dhe ke besu.
Ishte drejt. Dikush thotë që më thane që nuk mundem me të prek, që nuk mundem me ardh tek ti. Por unë di thotë që ti më ndjen, thotë kur përçafoj fort sa herë që më marr frym. Është e vërtet. Përçafojmë ti kë fort sa herë që marrim frym. Unë po. Ndihesh e përçafuar? Jo. Përveç Ledës di tjetër. Fizikisht kam pasur periudha që më kam përqafuar kaq fort sa më kam mbytë dhe kam thënë jo faleminderit. Po përqafimi më të ngrohtë që një nën ka është fëmia, ama unë ndihem shumë mirë në përqafimin e prindërve të mi. Është mrekullueshme. Besoj që jemi me fat që kemi një përqafim të tillë, ende kemi një përqafim të tillë. Sinqerisht ndihemi me fat. Faleminderit Zot. Tundimi, flirti apo mkati është një shtullung që trant shpirtin, sipas teje. Shiko, në shoqërinë që jetojmë ne sot, flirt ka kudo. Edhe në qoftë se ne do ta quajmë vlerë flirtin, okay, jemi shoqëri dështume. Pasioni është ai që e bën njeriu. Sa më shumë ti ndjen, sa më shumë ti përjeton, aq më shumë je destinuar të vuash, por dhe vuajtja ka atë gjën e bukur brenda. Sepse ndryshe nuk do kishte as poezi të bukura, nuk do kishte as shkrimet të bukura dhe nuk do kishte as romanca, as filma, nuk do kishte as biseda pastaj post vuajtjes, që neve ndonjëherë i bëjmë edhe sarkazme, humor të zjetë etj. Megjithatë mendoj që edhe lozhe. Mos kesh merak. Mendoj që ne si shoqëri dhe e lidh gjithmonë me shoqërinë se jemi produkti i kësaj shoqërie. Ne nuk e pranojmë të vërtetën. E refuzojmë kategorikisht të vërtetën. Është vështirë kur nuk e pranon të vërtetën? Është si të jetosh një botë ëndrash. Po jo, të dhe më shumë, se është si murgome, ti sa më shumë e shtyn, aq më shumë të vjen. Domethënë ti duhet ta pranosh, ti duhet ta pranosh që është kështu, e përjeton atë moment dhe kalon. Kjo është daç për flirtin, daç për pasionin, daç për dështimin në fund fare, mbylljen e një relacioni. Unë do lexoj një poezi tjetër. Nuk e di, unë mendoj se titullohet Ale. Unë e kisha shumë për zemër. E ka një historiale dhe do e diskutojmë pastaj. Ale, të kam thirrë me emrin e ashtit tem, me zanin e farës në fund shtatit, me emrin e ëndrës. Të kam thirrë me dëshmu sa pak merr frym shpirti jem. Të kam thirrë me pasa pak drit hyn gjakun tem. Të kam thirrë me një emrin tem të pagzimit. Të kam thirrë me më thirrë edhe një herë doçk. Atëherë është një poezi shumë e bukur. Është poezi e bërë në një moment timin. S'ka lidhje fare me atë që mund ta perceptojnë. Është thirrja Ale, për mua është thirrje e Zotit. Ale më ka ardhur në momente shumë kur vetja ishte shkëput nga trupi. Është tamam thirrje. Edhe duke qenë se unë shkruaj gegnisht. Ishte vokacion, Ishte vokacion. Dhe momentin që unë shkruaj gegnisht, ajo loçk është për efekt të gegnishtes, por faktikisht kanë qenë shumë momente që unë kam ndjerë që Zoti është me mua. Më duket sikur kam lind me këmish. Një këmish e bardhë, për i filla shëraje. E s'du me ma prej kush lëkuren. Kur flen, mlaun këmish zanjet. Ka këtë shumë dashni këtë vargje, sa mas e drejto ku në dashni. Lene këtë vargje, të lutem. Ne kemi vokacion, po jemi femra. Jemi gra që dashurojmë pasionalisht me majone. Unë them një gjë që në qoftë se dashuroj me mish, me shpirt, me koca, me zemër. Në fund është me zemër, krejt, më thonë. Ose zemra është tërësia e këtyre. Edhe e shoh që Lida i ka këtë kornizën, me mish, me shpirt, me koca dhe me zemër. Të përgëzoj për këtë, sepse njerëzit e gjallë din me dasht. Të vdekurit lajnë kujtimin, Lida. Të gjallët din me dasht. Blum kush din me dasht sot. Lida, kisha me të bëjë një pyetje. A është nalë në një herë treni lumturisë në stacionin tonë?
unë do të kthej përgjigje me të madhin Robert Ndrenika. Nuk ka lumturi, ka pikëse lumturia. Kishë më thënë që jemi me fat nëse e kuptojmë se kemi kaluar një çast lumturie. Lumturia mendoj gjithmonë që është një carpe diem. Është tjetër, një carpe diem, gjithmonë. Megjithatë, në momentin që kalon, është tamam se ajo pjesa e kafes të mëngjesit që ti e rrufit parën dhe ti nuk shijon rrufitjen, ti shijon atë që të lë pas. Kjo është lumturia. Rrugën që bën për te. Kjo është lumturia. Kjo është lumturia. Domethënë, nëse ne do shohim çfarë na ka bërë të lumtur, mund të gjejmë shumë pak. Por sa intensive ka qenë kjo shumë pak, mund të bëjë atë shumën që ne pretendojmë që ta kemi. E bardh. Fjalë mbi lëkur. E amel e bardha synit tam mi ngjyrat e dritës time. Dritës time të verbër. Derdje. Derdje ishin verbër. Jo më diun që sot nuk je verbër. Se do të ish një gjatë tio. Pse derdje? Pse mos vazhdosh me kënë verbër, duhet nga një herë qorrazi ti bëjmë disa gjana vetëm për faktin se mund të na bëjnë lumtur. Po jo, se ndonjëherë flet dhe unë, no? Flet dhe unë ndonjëherë, nuk rrit gjithmonë zgjuar, po ideja është që se do ta lidh përsëri me shpirtin se unë kështu i kam poezitë. Nuk ka asnjë problem të lidhë me çka të një është ti më rehat domethënë. Sepse vërtet nuk kanë lidhje me persona fizik, ka lidhje me shpirtin. Mendoj që njeriu në çdo fazë të jetës vet bën një zgjim. Domethënë zgjon një ndjesi të veten të fjetur. Ne kemi kaq shumë ndjesira të fjetura. Ne e kalojmë jetën në gjumë Ariol. Një pjesë të madhe po. Dhe nuk merremi me atë që realisht ne jemi, me esencën që jemi. Këtë e kam kuptuar mbasi un kam pasur një zgjim të, le të themi, të rrezikshëm, por ka qenë shumë i dobishëm për mua. Edhe nuk ka zgjime të rrezikshme. Ka zgjime dobishme, kishë më thënë. Të dobishme për mua, por mendoj se ose vorbulla ku jemi është e rrezikshme, ose ai uji i ndëjtur ku jemi. Ariol, unë kam jetuar në një familje le të themi të shëndosh nga ana e dashurisë edhe për kushtimit. Por kam jetuar në një vend shumë të vogël që quhet Vor, qyteti i vogël, inekzistent ndoshta i Vorës. Unë e njoh Vorën praktikisht. E njohin dhe e njohin Vorën, por kur unë kam filluar fakultetin, bën shumë diferencë. Kur kam filluar fakultetin, imagjino unë isha arritur në një familje që kishte dhënë shumë dije, kishte dhënë shumë dashuri. Dhe kur kam filluar fakultetin, gjëja e parë që unë jam bulizuar është që më katunare Vore. Dhe duke e filluar te kjo, po them që ky është një zgjim. Po, unë jam katunare Vore. Por jam ajo katunare Vore që do shkëlqej. Dhe kjo ishte dedikim që unë ja kam për prindërve të mi. Të gjithë suksesin që unë sot kam, ja dedikoj babait tim, që më kanë ndjekur për çdo moment. Edhe në 97-ën kur kishte plumba, ai më shoqëronte të bëja kursin e anglishtes. Ja dedikoj nënës time. Për gjithë përkushtimin, për gjithë dashurinë që më ka falë. Edhe mendoj që njerëzit duhet janë shumë mirënjohës për ato nga vijnë edhe çfarë mbartin brenda. Edhe ne duhet i themi prindërve tu, përveç se një vajzë nga Vora kanë sjellë një grup të jashtëzakonshme sot përpara nesh. Edhe është fat kemi shoqërinë shqiptare, një grup të përgatitur që e din mirë se çka don dhe ku don me kanë. Është diçka që jo shpesh herë gjejmë të tillë. Është meritë e tyre. Është meritë e tyre dhe jotja, absolutisht. Kemi një Mary Pickford, që ja thot dështim thot nuk do të thotë të rrëzohesh, thot por të rrëzohesh dhe të mbetesh për tokë. Unë kam një shprehje tjetër. Çdo njeri duhet ulet në fund të detit dhe të rrijaj sa ti duhet për të kuptuar vetveten. Dhe unë kam ndetur gjatë Ariol në fund të detit.
Por në shkodran të kena i fije ma është si peshku pa ujë. Jo, unë jam të rish në fund të detit dhe ta shohësh detin, gjithë krijesat, gjithë gjallësat që glojnë, gjithë dallgë, gjithë tsunami, ti shikosh. Ti je spektator ti zbraz veten dhe mbush veten me atë që ti don. Edhe në periudhat e mia më reflektive, se s'dua t'i vë epitet tjetër, mbushja më e madhe që un kam pasur kanë qenë 2 fëmijët e mi. Edhe janë dashuria më e madhe që mund të ketë një nën. Është për te çdo gjëje, edhe shiko, femrën prandaj ka beku Zoti. Edhe prandaj është vërtet është hyjnore femra. Sepse një baba mund të përjetojë dashuri për fëmijën, por ndjesinë që ka nëna për fëmijën nuk ka, domethënë nuk e përjeton dot kurrë. Aq ndjesi të forta janë, edhe të ndërthurta sa aroma e nënës që të çon fëmijë. Edhe është një diçka jo vetëm hyjnore, e mbi natyrshme. O nata ime, vdekja më thërret nga përtej. Kërkon të vishet nuse. Jeta më shtrëngon nga flokët, der lot dhe lutet. Kam frikë të shkoj t'i afrohem dritës së bardhë të parajsës. Unë linda për sytë e ti, si zanë e bardhë dhe prallës. O nata ime e lotve, vdekja po thërret dasmën time. Unë doja të isha e ti, në heshtjen e bardhë plot kujtime, të shkoj të mbytem thellësirave. Më fshih nga hëna o natë, pastaj le të gdhi ditë, e vdekja për jetën të qaj. E bukur, e veçantë, si Leda. Kishe diçka me thënë, një poezi me citu, apo do të kishe dashur me përcjell diçka për publikun para se ta mbyllim emisionin? Unë do këto minuta të shoh pa do kisha vetëm një poezi, tani dua të them frymëzimi im ke qenë ti për këtë poezi dhe ta kam kushtuar. Janë të rralla gratë që janë si puna jote. Faleminderit. Janë inspiruese, në qoftë të tjerat kanë, ku diun, Opera Winfrey, Michelle Obama, un kam njerëzit si puna jote. Faleminderit. Të kam lexu syt. Pastaj të kam lexu bust, edhe qafën e përkurme në krah të zemrës, edhe duart e kryqëzuar mbi gjoks, edhe flokët që ti marrin erë në atë gat. Dhe kam kur t'i shkelin buta rand një tokë mallkume. E t'kam lexu, si me lexu veten në një gërm pas zbulume. E t'kam nga zemrës, si kur ti t'isha unë e unë t'isha ti. T'kam zbulu kur nisa me njoh veten. Faleminderit, po fond. Ma ke që ishin kokër, thojmë ne. Lida, faleminderit që ishe në studio me mu. Edhe për ditën që na dedikove ne. Do të kemi përsëri ftesat e tjera, do të jemi përsëri në studio. Mbas edhe me babën tanë. Do të kishte e keqe. Të dashur miq, emisioni toni erdhi fundi. Unë ju la në tingujt e Sena të Connor, Nothing Compares to You, dhe së bashku të shtunën tjetër, po sërish me një të ftuar tjetër, po ka special si Leda. Mirupafshim, dëgjohemi.